Vazhdojmë kontaktin e drejt për drejt të nderuar shikues të Tribuna Channel, siç ju njoftova në hyrje të këtij edicioni, sonte do të flasim për vetëvendosjen dhe zgjedhjet parlamentare në Kosovë të 11 qershorit. Në studio nga vetëvendosje sot kam Glaut Konjufcën. Përshëndetje zoti Konjufca, është kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Fillimisht si i vlerësoni zgjedhjet e 11 qershorit? Kishte deklarata të ndryshme, por dua që sonte ta fillojmë kështu. Po më duket që është krijuar një opinion i përgjithshëm në Kosovë që në zgjedhjet e 11 qershorit fituese kryesore këtyre zgjedhjeve ka qenë lëvizja vetëvendosje. Pse po them kështu? Për arsye se ju e mbanin mend në natën e fundit pra të afateve sa i përket koalicioneve parazgjedhore, ndodhen dy grupime shumë të mëdha në Kosovë. Pra së pari, diku në orët e pasdites, Lidhja Demokratike e Kosovës u bashkua me AKR-n edhe me Alternativën dhe si kundërpërgjigje ndaj kësaj diku në orët e vona të natës u krijua edhe koalicioni i ashtu quajtur PAN, pra me në krye PDK-n, Aleancën për Armërinë e Kosovës edhe nismën. Tash, pas rezultatit zgjedhjeve, ne po i kuptojmë këto grupime në mënyrë tjetër. Çka tregon kjo? Kjo tregon që ata nuk janë bërë kundër njëri tjetrit, po e kanë pas hallin e vetëvendosjes kryesisht. Pra nuk janë bërë për t'ju kundërpërgjigjur LDK-s, e as LDK-ja PDK-s. Po ata me siguri kanë pas edhe burimet e tyre të sondazheve, të cilët e kanë qitë lëvizjen vetëvendosje shumë përpara LDK-s edhe PDK-s, po të garanin këto të vetme. Po thoni nga Afrika është bërë? Po, unë jam i sigurt tashmë për këtë, pas këtij rezultati të zgjedhjeve, ku nëse i merrni subjektet e ndara veç e veç, lëvizja vetëvendosje ka 32 deputet, kurse këto dyja kanë 23, atëherë kuptohet pse janë bërë grupimet politike në Kosovë edhe në mënyrë retroaktive, pra ne po e marrim vesh që këto që kanë bërë për lëvizjen vetëvendosje, jo kundër njëra tjetrës. A kanë arritur të gjithë deputetët e legjislaturës së vjetër nga lëvizja vetëvendosje që ta marrin mandatin? Po, të gjithë kanë hyrë përveç Buhie Demakut, e cila nuk ka kandiduar. Po, e një rast i veçantë. Po, sepse ka shpjeguar, ka pas disa angazhime kështu private, familjare, të karakterit familjar, nuk ka deshur që të jetë sërish deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës. Përveç kësaj, gjithë 15 të tjerët kanë arritur të sigurojnë mandatin e tyre, gjë që tregon që populli i ka vlerësuar, kurse të tjerët nga partitë e tjera me sa po e shoh shumë prej tyre kanë mbetur jashtë, sepse me siguri që qytetarëve nuk ju ka pëlqyer sjellja dhe puna e tyre në Kuvendin e Republikës Kosovës. A do të ketë dorëheqje nga Kuvendi Komunal i Prishtinës? A do të jetë Shpend Ahmeti deputet? Shpend Ahmeti, me sa e ka shpjegu vetë, do t'i kthehet qeverisës në komunë. Ai qysh kur u bë pjesë e listës vetëvendosjes ka shpjeguar pse po bëhet. Është që lista e lëvizjes vetëvendosjes të jetë një listë sa më reprezentative, sa më e fuqishme, edhe cila do të jetë listë fituese. Kështu edhe doli të jetë prania e tij dhe grumbullimi 68.000 votave për Shpend Ahmetin. Tregon që megjithatë është vlerësuar prej qytetarëve të Kosovës. Ai është, le të themi, ndër 5-6 politikanët më të votuar në këtë zgjedhje, edhe kjo tregon që pjesëmarrja e tij ja ka vlejt. Në asnjë mënyrë nuk bën t'ju besojmë këtyre gënjeshtrave si po i shohim nëpër disa portale të paguara të pushtetit, që Shpend Ahmeti i mashtroi qytetarët. Shpend Ahmeti para se me hyrë në listë ka tregu pse po garan, ka tregu që do t'i kthehet Prishtinës, nuk ka thënë që votomni se unë dua të qëndroj në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ai ka thënë që votomni, ta bëjmë vetëvendosjen fituese dhe Shpend Ahmeti ta fitoj edhe një mandat tjetër për Prishtinën, gjë për të cilën unë nuk kam dyshime, më mërmenja që do të kandidoj edhe një herë, sepse puna e tij besoj që do të vlerësohet. Prishtina ka ndryshuar shumë sa i përket shumë aspekteve tjetës, rregullimit të administratës. E çfarë do të na interesojë do të thotë, a do të ketë dorëheqje apo do të kthehen në pozitat para Jo, nëse i qëndron atyre fjalëve, siç i ka shpjeguar në fillim kur ka hyrë, ai natyrisht kthehet në komunën e Prishtinës. A ka shans që vetëvendosja ta bëjë qeverin? Unë besoj që shansat më të mëdha i ka vetëvendosja. Edhe në aspektin kushtetues. Me të gjitha parametrat vetëvendosja i ka shansat mbi 70% për me kriju qeverinë e Republikës Kosovës. Të tjerët i kanë 30% ose më të pakta. Pse? Sepse me vetëvendosjen për brenda standardeve demokratike, normale të parlamentarizmit, krijohet qeveria në mënyrë shumë të qetë. Pa veprime të jashtëligjshme
apo të paktën të gërditshme. Të cilat janë? Të cilat janë blerja e deputetëve, për shembull. Blerja e deputetëve, nuk i çuava ndryshe. Pani nuk ka mundësi. I ka 39 numra. I vjen në 3 ose 4 deputet. Sepse nëse e bën me 61 deputet fiks, asnjë vendim nuk do të mund ta marrim brenda. Do të kemi një kuvend tërësisht jo funksional. Pse? Për shkak pjesëmarrjes së Pjesëmarrja është listës problem. Ne jemi që 6 vite, që 7 vite brenda kuvendit, edhe unë e di çdo javë që ka shku çdo seancë. Është e pamundshme në çdo seancë me pas numër 100% të pjesëmarrjes, edhe me mobilizimin më të madh, 2 ose 3, edhe me mobilizimin maksimal, 2 ose 3 kanë me të mungu gjithë. Për shkak të punëve personale, për shkak të udhëtimeve, ti nuk mundesh pa udhëtu dikun jashtë. Komisionet shkojnë, vizitojnë, vjelin përvojat e tyre. Thjesht është një masë deputetëve, sado përqindje e vogël, që nuk janë kurrë në Kosovë, jo të njëjtit. Po ajo është në mënyrë qarkulluese, gjithmonë dikujt i bjen mos me qenë bashkë çat seancë. Tash tyre ju vyn për me funksionu 63 deputet ose 64 deputet për me mujt me marrë vendime të rregullta në kuvendin e Kosovës. Nëse nuk është kështu, atëherë këtyre ju nevojitet 4 ose 5 deputet me marrë diqysh. Qysh është ajo diqysh? Ajo është nëse deputetët josh qoftë me pozita, qoftë me para. Deri tash, prej këtyre copzave, të cilat janë mrena koalicionit LDK, edhe bashkë me Alternativën, edhe me Bexhet Pacollin, me AKR-n, këta kanë thënë deri tash që nuk do t'i bashkohen koalicionit PAN, që vijat e kuqe nuk do të shkelen. Tash ose koalicioni PAN do të detyrohet që me zhvillu këtë farë procesin që po quhet peshkim i deputetëve, për të cilën ne kur nuk do të dim çmimin përfundimtar, pra çka ka dhënë PAN-i për t'i pasur këta deputet cilët po thotë që disa prej tyre i ka. Pra, kjo definitivisht e deformon demokracinë, e kthen shtetin në një farë lloj grupacionit të interesit, i cili i vendos parat e mafis edhe parat e dyta që i kanë fitu për shitblerje të postit të cilin ta jep sovrani, nuk është ai për shitblerje, as për tregti. Në qartë. Aja është drejt për drejt i dhënë nga populli dhe i garantuar me kushtetutë. Dhe nëse ndodhin këse fenomene, atëherë për Kosovën do të ishte shumë keq, sepse Megjithatë ju e pranoni rezultatin përfundimtar apo jo? Kurse PAN-i është fitues. Shikoni këtu, përderisa gjithçka është e lehtëshme në kuptimin përfundimtar të deputetëve të cilët kanë hesap me humb fytyrën e vet, ka këtu humbja e fytyrës, moraliteti sot nuk mbrohen me ligje. Ato janë do kode morale të pashkrume. Sigurisht. Ato ti du të me prit tani çka thot ty qytetarit që ta ka dhënë votën. A guxon ti mi dalë përpara? A ki fytyrë mi dalë përpara? Nëse shites edhe nëse blesh. Po shit blerja kërkon nuk dënohet me kushtetutë në asnjë vend të botës. Tjetër sen është nëse ti për shembull e shet postin e deputetit apo postin që ta ka dhënë ty populli me para, nëse e bën ti manipulimin për mja dhënë tjetër kujt. Kjo dënohet edhe në shtetet më demokratike të mundshme, po më kujtohet rasti për shembull përfaqësuesit Blagojević atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e shiti postin e vet, e përgjum në telefon edhe pastaj u dënu për gjykatës. Mirë po, këtu në Kosovë tash po them që vetëm dua ta bëj dallimin që vetëvendosja e ka rrugën e pastërt përpara me kriju këtë koalicion shumicë në kuvend pa kur farë shitblerje, me kë? Vetëm me bindje të thjeshtë që Kosovës duhet një qeveri stabile me lidhjen demokratike të Kosovës. Do të jeni të hapur. Ne kemi thënë para zgjedhjeve. PDK-n do ta çojmë në opozitë. Pse? Se nuk mund t'i bësh disa gjëra elementare në Kosovë, cilat na e nevojitin atë shumë, nëse PDK-ja nuk është në opozitë. Kjo i bie reformat në drejtësi, sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Këtu nuk është e mundshme t'i bësh nëse PDK-ja ka pushtet. Se ata janë shkaktuesit e korrupsionit, shkaktuesit e krimit të organizuar. Edhe që në politik kanë prodhu milioner nga privatizimet kriminale. Këta janë më shumë të në PDK. Tash, nëse PDK-ja ka pushtet, edhe ti thu reforma në drejtësi,
ti nuk do të mund të gjesh konsenzus me ta, sepse reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit është pikërisht kundër shumë prej atyre që janë PDK. Kjo do më ona ka bind që me PDK nuk është e mundshme. Do thotë ju keni fakte për këto gjëra që po flisni? Po kemi. Po pse nuk i procedoni në prokurori, zoti Konjufta? Të gjitha ato janë prokurori. Të gjitha janë prokurori. Nuk janë procedude? Ja, gjyqësori është i kapur, krejtësisht për krimit të organizuar dhe... Do thotë nëse vini ju në qeveri, do t'i procedoni më shpejt? Vetëm për një gjë ka gjyqësori nevojë, për me liru pe i kapjes nga krimi organizuar. Ata e din punën e vetë, i kryjnë detyrat cilat janë të përshkruar me ligje, me kushtetutë. Pra gjyqësorin vetëm duhet ta mbrosh, që të mos friksohet, pra duhet ta mbrosh nga të mos jetë i cënueshëm. Prokurori dhe gjyqëtari nga njerëz të cilët vinë të shantazhojnë, ose të kërcënojnë, ose të çojnë mesazh, po ka raste edhe kur çojnë njerëz. Mos e prek këtë lëndë, mos harroje këtë punë. Gjyqëtarët dhe prokurorët vetëm duhet të sigurosh, duhet të mbrosh, edhe duhet të heqësh ata që janë të korruptuar, edhe unë mendoj që gjyqësori këtu e ndjek krimin e organizuar. A dhe po kthehemi edhe një herë tek zgjedhjet. Po flitet natyrisht, keni thënë edhe hapur dhe keni deklaruar edhe më herët, e thatë edhe pak më parë që keni menduar edhe para zgjedhjeve të 11 qershorit për një koalicion të mundshëm me LDK-n. Në çfarë niveli, në çfarë linje jeni duke biseduar me LDK-n? Po LDK-ja deri më tash po shfaqet shumë refuzuese, edhe unë këtë më shumë e kuptoj sikur një farë përpjekje, le të themi, taktike. Për ta marrë kryeministrin. Po, si taktik për të ngritur. Do të kryeministri është problemi. Për të ngritur pazarin e vet ndoshta. Do të kishte qenë më mirë LDK-ja me kuptu më herët që te vetvendosja nuk ka pazare. Te vetvendosja ka probleme tematike. Do të më pajtu për temat caktuara, për çka ka nevojë Kosova. Ku do t'ja nisu mas pari? Cili do t'jetë hapi pari i qeverisë? Cilat janë veprimet urgjente në 6 muajt e parë? Cilat janë afatgjate, korniza, në ekonomi, masat që do të ndërmerren. Me këto do të bisedosh me vetvendosjen. Ama qytetari, verdikti i qytetarit është që Albin Kurti është lideri më i votuar sot në Kosovë. Për këtë as që kemi. Nëse LDK e pranon Albin Kurtin si kryeministër, a keni ju vija të kuqe për pjesëtar të tjerë të LDK-s, cilët mund të ishin në qeverinë Kurti? Po unë mendoj që ata që kanë qeverisë me PDK-n, ata që janë të kapur prej PDK-s, ata që tashmë kanë akt akuza dhe disa të tjerë për cilët priten të ndodhin akt akuzat, unë mendoj që më mirë Lidhja Demokratike e Kosovës ishte të mos i propozonte për qeverisje, sepse neve na duhet një qeverisje e re, neve na duhet një qeverisje ashtu siç kanë folur qytetarët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës edhe ata cilët janë munduar edhe kanë hyrë me zë, me para e disa ministrat cilët janë të korruptuar, kanë hyrë me memze dhe ju kanë rënë shumë numri i votave. Disa të tjerë janë dëshkuar edhe sot nuk janë deputet shqyqër, si Skënder Hyseni për shembull, që dinte me thy zyre atje me polici të subjekteve opozitare, të vetvendosjes, ai është dënu, shumë mirë që është dënu, e nuk do të jetë deputet. Po kësi të tillë, si Skënder Hyseni e të tjerë, më mirë të mos propozonte LDK-ja, sepse kjo nuk do të ishte ndryshim pastaj në Kosovë. Ju nuk i pranoni? Qytetarët do të jenë shumë të etur me pa një qeveri me fytyra të reja, të pakorruptume dhe të cilët nuk kanë bëu gabime me shtetin e Kosovës në të kaluarën. Sidomos pas zgjedhjeve, zoti Konjufta, janë shpeshtuar takimet me ndërkombëtarët nga vetvendosja. Po. Është kjo për ta bindur popullin që ju do ta mbani, nuk do ta mbani të izoluar Kosovën? Jo, është vetëm një fjalë të ndryshme. Tash është duke ndodhur, që thojnë live, një teori cilën vetvendosja e ka shpjeguar më tepër. Cila është kjo teori? Teoria është që ti do t'i mbash qëndrimet dhe parimet cilat janë të mira për vendin tënd. Nëse janë të drejta dhe të mira dhe qytetarët përkrahin, për ndërkombëtarët shumë më e rëndësishme është përkrahja e qytetarëve se sa çka thon kundërshtarët e tu politik. Pra kur ndërkombëtarët e shohin që populli është me ty, edhe ata janë me ty. Ne kështu kemi besuar gjithmonë. Pra, përderisa ndërkombëtarët i dëgjonin fjalët e Kadri Veselit për vetvendosjen, natyrisht që nëse do të nisëshin pe asaj,
pe asaj teorie, atëherë lëvizja vetëvendose do t'ju dilte e keqe. Po nëse nisëm pe fjalët të popullit, dhe pe votave të popullit, natyrisht që të thonë që urimet që i ke fitu votat, tash je partner serioz dhe do të me bashkëpunu me juve, sepse ju jeni që populli ju ka vendosë në kryet. Megjithatë janë disa kushte, zoti Konjuca, të gjithë i dim, është çështja e demarkacionit për shembull për liberalizimin e vizave. Për ato ju pyeta se a do të izolohet Kosova nëse vetëvendosja fiton. Po ne i kemi pyetur ndërkombëtarët. A do të bëjmë demarkacion apo dhënie të territorit? Cilën për juve e keni, cilën mendoni për ai? Ata kanë thënë demarkacion, jo dhënie të territorit. E këtë që e kanë bërë ka qenë dhënie të territorit, jo demarkacion. Sipas komisionit që ka bërë matjen apo jo? Komisionit Murat Mez, ai ka bërë gabim. Cili do të jetë fati i demarkacionit legjislaturën e ardhshme? Po unë mendoj që ky version do të bie poshtë. Do të bie poshtë, edhe do të kemi një rinegocim të demarkacionit sipas vijës së delimitimit, edhe duke pas parasysh interesin e Kosovës edhe mos humbjen e tokave tona që i takojnë shtetit të Kosovës. Çka nëse mbeteni në opozitë? Lëvizja vetëvendosje nuk vuan prej asaj që të mos jemi kurse në opozitë. Mirë po ka ardhur koha që lëvizja vetëvendosje të jetë në qeverisi, mua më duket. Lëvizja vetëvendosje është mjaft e përgatitur tashmë, e kemi gjithatë përvojë institucionale që e kemi kriju. Lëvizja vetëvendosje i ka 12 vjet që ekziston. 6 vjet i ka jashtë institucioneve, 6 vjet i ka edhe brenda institucioneve. Mendoj që është një përvojë mjaftueshme, kemi pas si shkojnë gjërat. Por edhe qytetarëve nuk po ju pritet. Tash do të jeni edhe më të zëshëm se jeni më shumë në numër. Po jemi dy fishu saktësisht, bile më shumë se dy fishu. Po, më shumë se 16 më shumë. 99.000 vota kanë qenë. Lëvizjes vetëvendosje 2014 tash janë 200.000. Edhe kështu që kjo është zëri të qytetarëve. Qytetarët kanë vendosur me e ndëshku këtë qeverisjen në Kosovë. Edhe tash ky ndëshkim e rrok edhe LDK-n. Sepse LDK-ja ka pas qeverisjen në Kosovë. Kështu që lëvizjen vetëvendosje kjo e vendos në një situatë më të favorshme, edhe me pas kryeministrin, udhëheqjen e qeverisë, edhe me konceptu qeverisjen e re të Kosovës. Faleminderit shumë që ishit në studio sonte. Ishte kënaqësi, faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për ne. Në studio ishte nga vetëvendosje Glauk Konjuca, e falenderojmë shumë për pjesëmarrjen e tij në këtë program të kontaktit. Dhe kur ne ndjekim pak marketing, rikthehemi menjëherë në studio për të vazhduar me materialet e tjera të përgatitura për këtë takim tonin. Të quajtur kontakt natyrisht. Qëndroni me ne.